Mesadium pikspori vlerësoj që mund tjetë marrëveshja apo dakordimi i parë trilateral në balkonin perëndimor në mes të vendeve aleate për të bashkëpunuar, të luar bashkëpunimin në shumë fusha. Spori vlerësoj që gjithë kjo përpjekje përbashkët, angazhimi përbashkët i Republikës së Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka synim kërcënimin e askujt. Normalisht është një mesazh për gjithë ata që synojnë të kërcënojnë vendet tona, stabilitetin edhe sigurinë në balkonin perëndimor, që 3 vendet tona janë bashkë në adresimin e çështjeve të sigurisë në balkonin perëndimor. Janë 4 pika kryesore për cilat jemi dakorduar me atë deklaratë, mund të themi marrëveshje. Promovimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimi për industrinë përkatëse. Po, në këtë fushë kundër përgjigje ndaj kërcënimeve hibride dhe rritja e qëndrueshme, ofrimi i mbështetjes së plotë për integrime euroatlantike dhe vijojnë tani pastaj. Po, ideja e bashkëpunimit për industrinë ushtarake, dihet që tani më është edhe politike NATO-s, edhe Bashkimit Evropian, rritja e investimeve në industrinë e mbrojtjes, pra rritja e investimeve në prodhim, rritja e investimeve në sistemet e armatimit, dhe kjo ka bërë që ne si vende më të vogla, në krahasim me vendet e mëdha të Bashkimit Evropian, edhe NATO-s, të dakordohemi që të bashkëpunojmë në këtë fushë, që të bashkëprodhojmë nëse është e mundur në të ardhmen e afërt, por gjithashtu ideja është që të prokurojmë bashkërisht. Dihet që si vende veç kur prokurojmë, marrim sistemet e armatimit edhe me çmim më të lartë, por edhe me vonesa. Edhe për bler armatim bashkërisht. Po, një pjesë pikërisht në pikën e parë, ku diskutohet për këtë çështje, është diskutuar mundësia koordinimit të prokurimit të përbashkët nga 3 vendet për çështjet e armatimit, që do të na lehtësonte shumë, jashtëzakonisht shumë, çështjen e liferimit të sistemeve të armatimit, por edhe do të na japte mundësi që duke marrë më shumë sasi, të marrim me çmim më të lirë. Por përveç kësaj, edhe do të diskutojmë mundësitë që të bashkëprodhojmë aty ku është e mundur. Në cilin segment? Ne do të shtrijmë këtë çështje në muajt ndoshta në VM, do të analizojmë fushat ku mund të bashkë investojmë. Dihet që Kroacia tashmë ka shumë prodhues që prodhojnë sisteme ushtarake, duke filluar nga armët e deri te mortaja të sistemet raketore. Shqipëria ka filluar me këto automjetet e blinduara Shota, ne po vazhdojmë me prodhimin e municioneve dhe gjitha këto do të diskutohen edhe të krijohet mundësi që bashkë investojmë në fusha të ndryshme në industrinë ushtarake. Është jashtëzakonisht e rëndësishme jo vetëm për të garuar në tregun e industrisë ushtarake, por edhe për të siguruar vetë qëndrueshmëri për vendet tona me armë edhe municione. Pra është një prej pikave më të rëndësishme të këtij diskutimi, që ndërlidhet me këtë memorandum bashkëpunimi, lidhet me pikërisht me industrinë e mbrojtjes, mirë po edhe me ndërhyrshmërinë, që është një ndër pikat që kemi diskutuar. Më saktësisht ne jemi, e thash më herët, vende të vogla dhe shpeshherë mundësia për trajnime, ushtrime edhe aktivitete tjera trajnuese është e kufizuar për shkak të buxhetit edhe njerëzve, kështu që do të shiqojmë mundësi që të fuzionojmë programet të trajnimit, pra nëse të realizojmë një kurs në të 3 vendet, mund të realizojmë një kurs të përbashkët në një vend ku do të për ta ekonomizuar, për ta ekonomizuar këtë aspekt. Po Serbia kështu s'po e merr, kanë filluar të trazohen me gjas ose janë zënë në befasi nga ky bashkëpunim trilateral. Dhe mbase kanë arsye të jenë të trazuar, sepse është një vend ende nën kontrollin e një pjese të Rusisë. Se Putinit që ka shkaktuar dhe sulme në Kosovë, ministër duke minuar stabilitetin dhe paqen, aty përmendet. Unë besoj plotësisht që Serbia e ka të vështirë të pranojë një balancim të forcave në region, duke pasur në vazhdimsi qasje hegemoniste dhe duke synuar dominimin e regionit. Kjo e bën të ndihet inferiore në raport me fuqinë e saj në region. Dhe besoj që kjo është një ndër arsyet kryesore
Për ndryshe, nëse nuk do të kishte pas Serbia qasje agresive dhe hegemoniste në raport me të tjerët, nuk do të duhet ta shqetësonte ky fakt, pse bashkëpunojnë fqinjtë e saj me zete për çështje të mbrojtjes dhe sigurisë. Dhe unë besoj që edhe disa pika që janë diskutuar në marrëveshje, ka mundësi që ta kenë rënduar pikërisht këtë qasje të Serbisë, si për shembull në këtë diskutim që kemi pasur në deklaratë theksohet që 3 vendet do të bashkëpunojnë në aspektin e reagimit të përbashkët, pra ndihmës së ndërsjellët për çështje të kërcënimeve hibride, për çështje të dezinformatave, influencës së huaj, por në preambul thuhet që do të ndikojnë në sigurinë kombëtare dhe rajonale. Po, edhe në preambul thuhet pra edhe që për sigurinë, për kërcënimet dhe sfidat e reja të sigurisë që mund të paraqiten. Në rastet në çdo me këtë marrëveshje trilaterale po krijohet balans i forcave në rajon. Unë besoj që po për të ndalur hovin hegemonik të Serbisë, të pasaj Serbie që shkaktoi gjitha luftat në shkallë. Bërë këtë deklaratë dhe këtë marrëveshje duke ju referuar asnjë vendi, jo as Serbisë. Thjesht ideja e kësaj marrëveshje mes 3 vendeve është që të krijojmë edhe të bashkëpunojmë në aspektin e mbrojtjes, në mënyrë që të mos cënohemi nga struktura hegemoniste edhe akter hegemonist brenda regionit apo jashtë regionit. Pastaj Serbia ka marrë si të tillë për shkak që unë vlerësoj që ata në ndërdije kanë këtë çështje hegemoniste. Përndryshe, për një vend nuk do të duhet të ishte shqetësuese kur 3 vende bashkëpunojnë në forcë në aspektin e forcave ushtarake apo të sigurisë dhe ato 3 vende nuk prezantojnë asnjë element që do të sulmojnë dikën. Ne nuk e shohim asnjë pjesë të Serbisë si pjesë të Kosovës, kurse Serbia sheh Kosovën si pjesë të Serbisë. Nuk bërim dy sulme bërim, ministër. Po, edhe dy sulme direkt njëri infrastrukturën kritike në varag të kanalit me arkitekt atij sulmi ishin vetë ata. Tash është çështje që gjykata duhet ta provoj këtë që po them unë. Por Serbia direkt e involvuar duke minuar paqen dhe stabilitetin në Kosovë, një vend që ka prezencë të NATO-s, ministër. Edhe përveç asaj në aspektin diplomatik edhe politik, po vazhdon të ketë qasje kundër Republikës së Kosovës dhe një prej argumenteve që ata kanë ngritur nga pikpamja e tyre, pra nga këtë vështrimi i tyre është që pse 2 vendet të NATO-s do të bashkëpunojnë me një vend. Kjo ka qenë çështje me një vend. Po, me një vend që ata e konsiderojnë si pjesë të territorit të saj. Lëndimi i Serbisë po vjen për shkak që për ta ky bashkëpunim është duke u bërë me një pjesë të territorit të Republikës së Serbisë. Çfarë përgjigje keni për ministrin dhe presidentin e Serbisë? Po përgjigjja është shumë e qartë. Kosova është vend i pavarur. Republika e Kosovës është e vendosur në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe ne si vend, ushtria e Kosovës dhe gjitha strukturat në Republikën e Kosovës janë të vendosura që me çdo kusht të mbrojnë gjitha arriturat që kemi pasur për këto 25 vite, duke përfshirë edhe vetë lirinë. Pra, ne nuk me asnjë kusht nuk do të lejojmë që të cënohet integriteti territorial i vendit tonë, pavarësia që kemi fituar me gjak dhe jeta e qytetarëve të vendit tonë. Ka mbaruar koha ministri i mbrojtjes kur ne ju kemi pyetur. Edhe ministri i mbrojtjes Vengo po ashtu ishte në të njëjtën gjuhë. Duket se është rezultati i këtij randi të ri, nëse mund ta them, gjeopolitik në botë që po ndodh kjo. Po edhe kjo marrëveshje trilaterale, cila pesha saj në konfiguracionin, po them, jo vetëm rajonal, por me gjerë, mbase është mesazh edhe për Rusin, për proksit e saj në Serbi që të mos tentojnë ta minojnë stabilitetin e paqen në rajon. Edhe Gjemi Shia e tha shumë qartë që kjo është në vërtet një element, një mesazh shumë i rëndësishëm, jo vetëm për regionin, por për gjithë Evropën, edhe e tha që është inkurajuese kur vendet e regionit bashkëpunojnë. Ne pavarësisht që një pjesë të madhe të vendeve përreth i kemi pjesë të NATO-s,
jemi edhe dëshmitar që shumë pak është bashkëpunuar në region për të pasur një region të bashkuar në raport me kërcënimet që mund të vinë këtij regioni edhe nga jashtë. Veçantia është Kosova, që nuk është pjesë e NATO-s, janë dy vende anëtare të NATO-s dhe Kosova. Po, duke pasur, besoj që këto marrëdhëniet e jashtëzakonshme që kemi me Republikën e Kroacisë, që mund të them edhe raporte historike, lidhje kulturore, por edhe të interesave të përbashkëta, dhe normalisht duke pasur raportet e veçanta me Republikën e Shqipërisë, duke qenë edhe për faktin që ne i takojmë një kumbi, edhe vlerësoj që Shqipëria, patjetër që është partneri, aleati, shteti, vëlla, amotër, si themi, joni kryesor, normalisht që ka qenë më se natyrshme që pikërisht ky bashkëpunim regional të fillojë me bashkëpunim mes 3 shteteve që kanë më të përafërta vlerat, por edhe më të përafërta interesat që i përfaqësojnë këto vende. Edhe vlerësoj që mund të jetë prej atyre aleancave më të natyrshme që mund të ndodhi. Nuk bë kjo aleancë realisht midis 3 shteteve. Unë vlerësoj që kjo marrëveshje edhe mbase edhe ndaj proksive të Rusisë që në mënyrë sistematike kanë trazuar rajonin në motivacione të ndryshme. Dhe dihet që Rusia në asnjë rast, asnjëherë në histori nuk ka synuar që të ketë stabilitet në Ballkan. Jo. Por e kundërta që të ketë destabilizim Ballkanit dhe krejt kjo për të pasur mundësi që të shtrijë interesat e saj pikërisht në Ballkanin Perëndimor. Po. Dhe arsyeja e shtrirjes së interesave në Ballkanin Perëndimor nuk ndërlidhet vetëm me aspektin e mbështetjes së popujve me të cilët ajo ka marrëdhënie historike si me Serbinë edhe vende të tjera, mirë po edhe për arsye thjesht që Rusia historikisht ka synuar që të ketë dalje në detin Adriatik me qëllim që të ketë qasje në resurset natyrore në Mediteran edhe në lindjen e mesme. Pra, nuk është një politik e re, është një politik e zbatuar nga Rusia me shekuj. Normalisht në gjithë këtë histori, Serbia ka qenë aleati më rëndësishëm për të, duke pas këto lidhjet historike, kulturore, edhe lidhjet religjioze që i ka me Serbinë, dhe normalisht që përmes Serbisë ka synuar që destabilizoj malin e zi dhe të influencoj malin e zi për të pasur qasje në detin Adriatik. Por gjithmonë, fatkeqësisht shpesh në histori kemi mbetur vetëm ne shqiptarët si pengesë kësaj qasje, edhe pse kemi qenë të mbështetur nga perëndimin shumicën e rradhave, mirë po shpeshherë kemi mbetur atë vetëm në përpjekjen për të penguar një shtrirje të dominimit rus në Ballkanin Perëndimor dhe me këtë normalisht duke të cënuar interesat e vet partnerëve tonë në detin Mesdhej dhe në lindjen e mesme. Çfarë u thonë gjithë atyre që në Serbi mund të kenë plane për ta minuar këtë paqe dhe stabilitet, që mund të kenë plane për arkitektura të trazirave, koncepte të trazirave etj. Çfarë përgjigje është kjo marrëveshje trilaterale ndaj gjithë atyre? Ne tham edhe në fillim kur diskutuam për zhvillimet në sektorin e mbrojtjes. Po. Ne si Republika e Kosovës, ministër, Serbia është vendi që eksporton një stabilitet në rajon, që ka këtë politikë hegemoniste objektivisht. Unë besoj që në periudhën kur këto vende, veçanërisht Kroacia dhe Kosova, kanë luftuar për lirinë e tyre, kanë pasur ushtri shumë më të vogla, shumë më të përgatitura, më të papajisura se që kanë tani. Pra, sot ky bashkëpunim që kemi ndërtuar mes këtyre 3 vendeve, nuk është një bashkëpunim që mund të ketë qenë i njëjtë po të kishte ndodhur para 30 viteve, mund të themi, ose para 20 viteve, kur ne nuk kemi pasur kapacitetet të mjaftueshme. Sot ky bashkëpunim normalisht që e tram Serbinë, për shkak që nuk po bashkëpunojnë thjesht 2 vende, cilat nuk kanë kapacitete ushtarake, po bashkëpunojnë vende të cilat kanë ndërtuar tashmë kapacitete ushtarake, pra është një bashkëpunim i shteteve që kanë krijuar
kapacitete për mbrojtjen e vendeve të tyre dhe normalisht Serbia, por edhe gjithë ata që synojnë destabilizimin, duhet ta kenë të qartë që tani më gjithë aspekti strategjik në ballkonin perëndimor ka ndryshuar dhe jo vetëm me këtë marrëveshje ka ndryshuar edhe para saj duke pasur vende të zhvilluara dhe me sisteme mbrojtëse të zhvilluara dhe nuk është më e lehtë si në të kaluarën që të luajë atë rolin destabilizues jo vetëm Serbia por askush, sepse tani më përgjigja është e qartë. Stop destabilizimit. Po, patjetër. Ne do të bëjmë të pamundurën që vendi ynë, po edhe gjithë ballkoni perëndimor të ruajë stabilitetin, për shkak që fundja e gjithë kjo situatë që ka ardhur sot në ballkonin perëndimor, kur kemi vende të lira, shtete demokratike, ka ardhur si rezultat i luftrave të popujve të ballkonit perëndimor për liri dhe pikërisht kundër vetëm një kundërshtari, sepse në këtë rast vetëm Serbia ka qenë ajo që ka okupuar territoret e vendeve të huaja, duke filluar nga tentativa në Sloveni, pastaj Kroaci, Bosnjë, Kosovë, edhe tentativa të ndryshme në Malzi edhe Maqedoni për destabilizim. Pra kemi vetëm një destabilizues dhe kemi gjitha vende tjera që me të vërtet janë të interesuara për një paqe dhe stabilitet afatgjatë. Dhe për këtë arsye mendoj që gjitha këtu bashkëpunimet mes vendeve të rajonit janë të domosdoshme, jo vetëm për të përçuar mesazh të Serbia, por të gjithkush që ne më nuk do të lejojmë që ballkoni perëndimor të kthehet në arenë vatër konfliktesh. Po, ku një akter i bën të gjitha kundër të gjithë. Keni parë besoj edhe deklarimin nga zyrtarë të ndryshëm të NATO deri në momente ishte e heshtur, por në mënyrë se tjetër tha it's okay, pa lejen për të punë. S'është për me lejen tonë, por ne edhe kjo çështja e këtij bashkëpunimit, kësaj deklarate të përbashkët apo marrëveshje, nuk është çështje që ka ndodhur ditëve të fundit. Historiku i saj ka po diskutimin për një marrëveshje të tillë trilaterale e kam pasur spori gjatë vizitës sime në Zagreb, pikërisht në Ju jeni arkitekti kësaj ide? Jo, në besoj që bashkë me ministrin Kroat, bashkërisht kemi ardhur në përfundim të saj. Në Para sa muajsh? Ministri Kroat kjo ka ndodhur në korrekt të vitit kaluar. Po? Prafërsisht pak më pak se një vit. Dhe kemi gjetur mbështetjen e pakursyer të ministrit Pirrovengu në Shqipëri, pra as nuk ka hezituar për të vazhduar në këtë marrëveshje. Ne normalisht që kemi draftuar koncepte, kemi shikuar në cilat fusha ka rëndësi të punohet për të ardhur pastaj të analizuar, po te këto pikat për cilat janë vendosur dhe për gjitha këto në vazhdimsi ne kemi njoftuar, nuk është bërë në mënyrë sekrete, kemi njoftuar NATO-n përmes ekipit këshillues të NATO-s që kemi në Kosovë, kemi njoftuar ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për shkak që fundja kjo është një aleancë, një partneritet në mes të vendeve demokratike të pavarura. Dhe me të vërtet edhe SBA-t, edhe NATO kanë përshëndetur në vazhdimsi çdo përpjekje që po bëhet në funksion të stabilitetit të bashkëpunimit të vendeve që prezantojnë njëjtat vlerë. Për të ruajtur gjitha të arritura, po. Shumë e lehtë për SBA-n të mbështesë regionin duke pasur një strukturë të organizuar të disa vendeve që bashkëpunojnë mes tyre, se sa të mbështet vendet veç e veç. Që përfiton Kosova konkretisht nga kjo marrëveshje? Unë mendoj që Kosova përfiton veçanërisht shumë. E di që edhe dy vende tjera normalisht duke qenë pjesë e kësaj marrëveshje kanë përfitimet e tyre, mirë po një nga ato 4 pikat kryesore që përmban kjo deklaratë, ky dokument, është pikërisht mbështetja që dy vendet e NATO-s, Kroacia dhe Kosova, edhe Shqipëria do të japin Kosovës në rrugën e saj të integrimit euroatlantik. Pra, ata do të dakordojnë tash tutje qëndrimet në mbështetje të Republikës së Kosovës për integrim në strukturat euroatlantike, por në gjitha iniciativat. Jo që nuk është bërë më herët, mirë po me këtë dokument në një farforme të dy ministrat zotohen
që ata do të bashkë koordinojnë, bashkë me ne për të mbështetur diplomatikisht aspektin e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike. Normalisht që kur dy vendet NATO-s e thonë me të njëjtin zë dhe e thonë të njëjtin qëndrim, e ka efektin më shumë se ta thonë veç e veç. Absolutisht. Gjalla si e tillë është më pesh në gjithë këtë harkun e historisë, nëse mund ta them të pas vitit 99 tek këtej, në kuadrin e një si më thon, ankurimit, dakordimit përbashkët midis Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, që të mirë rendojnë çdo përpjekje të interesit përbashkët funksion të stabilitetit dhe paqes në rajon. Pikërisht besoj marrëveshja më pesh në gjithë këto është marrëveshje jashtëzakonisht e rëndësishme, është e para e tillë që adreson ndërveprueshmërinë strategjike me ndërveprueshmërinë operacionale. Pra, strategjikisht këto vende do të bashkëpunojnë, kurse në aspektin operacional forcat tona ushtarake do të bashkëveprojnë. Mund është me të vërtetë një arritje jashtëzakonisht e madhe, sidomos e thatë edhe ju, për Kosovën që duke mos qenë pjesë e NATO-s, në fakt deri më tani nuk ka qenë e lidhur as në aspektin e vetëm vullnetit politik me vendet, po mendoj në aspektin më shumë se bilateral, sepse bilaterale kemi me vende bashkëpunim. Mirë, po kjo e ka fushin për shkak që 3 vende zotohen për politika të përbashkëta në aspektin e mbrojtjes, për investimet të përbashkëta në aspektin e industrisë ushtarake, për bashkëpunim në aspektin në aspektin strategjik, domthon këto vende, 3 vende do të kenë të njëjtën qasje në raport me problemet edhe çështjet regionale dhe globale. A mund të kemi vende rajonale të përfshirë në këtë nismë ragoj Malizi, nga Maqedonia, nga në një vend tjetër, çfarë mund të jetë Bullgaria? Është edhe nga ministri Janushić, po gjithashtu edhe nga ministri Vëngu, edhe unë kur kam pasur deklarime që gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që përqafojnë vlerat demokratike dhe që synojnë integrimet euroatlantike do të jenë të mirëseardhura të jenë pjesë e kësaj iniciative. Përfitimi objektivisht është i përbashkët. Po, patjetër. Ministri Janushić ka bërë të qartë një ditë para ardhjes në Tiranë për nënshkrimin e kësaj marrëveshje, këtij deklarimi, që Bullgaria ka shfaqur një komunikim, pra ka pasur një komunikim dhe ka shfaqur vullnet për t'ju bashkangjitur kësaj nisme, që vlerësoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme kur kemi parasysh që Bullgaria është ndër vendet me impakt në regionin e Ballkanit, por gjithashtu ne do të vazhdojmë të bëjmë përpjekje që të kontaktojmë edhe të ofrojmë mundësi edhe për vende tjera si Maqedoninë e Veriut, por edhe Malin e Zi, që gjithashtu janë vendet NATO-s dhe që vlerësoj që po kontribuojnë në bashkëpunimin me ne edhe në stabilitetin regional, normalisht që duke qenë një iniciativë që është nisur nga 3 ministra, ka përfunduar me një trilaterale, po pa mbyllur dyert për askënd që synon të jetë pjesë e kësaj marrëveshje.